Përshëndetje të dashur shqiptar, kudo që jeni. Ja ku po ritakohemi në këtë ditë të shtunë, sepse jemi në orët e para të mëngjesit, për të analizuar dhe për të komentuar bashkarisht, unë edhe ju, se çfarë po ndodh me televotimin. Tani, nga informacionet të cilat unë kam arritur që t'i siguroj, domethënë, Mateo dhe Selin aktualisht janë duke bërë namin me vota. Domethënë, Selin dhe Mateo janë shumë afër, por kryeson Mateo. Të gjithë shqiptarët në këtë Big Brother, çuditërisht nga Big Brother i vitit kaluar, një Big Brother më herët, Big Brother i Luizit, nuk e gjejnë dot apo nuk e kanë dot të qartë se kush realisht do t'jetë fituesi. Tani, a kanë humbur besim te produksioni? Unë them që nuk kanë humbur, sepse produksioni jam i bindur që do të respektoj votën, që do të duartroket votën dhe do të shpall fitues atë që është votuar më shumë. Tani, sa dallojnë sondazhet e hapura me televotimin e vërtet? Dallojnë pak, sepse njerëzit edhe mund të fasionohen vetëm në sondazhe dhe ndoshta nuk do të votojnë, por ato njerëz që janë tek sondazhi të fasionuar dhe që po bëjnë tifon e madhe tek sondazhi, jam shumë i bindur që kanë dërguar edhe votën në televotim për të preferuarin e tyre. Do me thënë, nuk mund të bëhet një tifo, po që se nuk u drejtua vota. Sepse ka patur edhe nga këto hamencimet që më kanë ardhur mua Tiranë, po mirë ja, sondazhet e nxjerrin Mateon, e nxjerrin Selinin fitues, por ndoshta nuk ka vota për to aq sa duhet. Nuk ma merr mendja që këto njerëz të cilët janë fansa të zjarrt të Mateos, që Mateo ka një fanbase të gjerë, që Mateo ka një Instagram super të klikueshëm, që do të thonë këto gjëra janë shumë të rëndësishme, janë gjëra shumë të dukshme, po ashtu dhe Selina, që është e ndjekur jashtëzakonisht shumë, që do të thonë ka një suport të papar, janë dy, do ta them, mbreti dhe mbretresha e këtij Big Brotheri që luftojnë pafund, me patjetër që ky suporti janë aktualisht të gjithë duke votuar, të gjithë duke ftuar miqtë të tyre për të votuar dhe për ta nxjerrë të preferuarin e tyre fitues. Do me thënë, deri më tani, Selin dhe Mateo po kryesojnë, po luftojnë me vota, janë shumë ashpër, por mund të ndodhë që edhe Selin, do me thënë, ta kalon Mateon dhe ta fiton këtë Big Brother. Tani, pse Selin duhet ta fiton këtë Big Brother? Unë fillimisht një herë jam pro një kauze që femrat duhet të jenë të ndritura dhe femrat duhet vlerësuar. Tani, Selin ka shumë pika të veçanta që unë dua t'ja vë në dukje. Fillimisht një herë është një vajzë vetëm 23 vjeç dhe me zgjuarsinë e saj, me oratorinë e saj, me mënyrën se si Selin, do me thënë, po përballet me jetën, po tregon sikur është një vajzë 32 vjeç. Do me thënë, ka një mendje aq të kthjellët, aq të hapur, sa që ti të çon të dyshosh dhe ti bësh pyetjen vetes, më fal, sa vjeç është kjo vajzë? Tani, çfarë ka bërë Selinën që të jetë kaq e zgjuar, ta themi, do me thënë, kaq e veçantë? Selin ka treguar për një sfidë në jetën e saj dhe unë mendoj që njerëzit sfidat i mësojnë, sfidat i shkollojnë, sfidat janë një jetë më vete. Dhe Selin, siç duket, ka marrë një dashuri aq të madhe nga jeta e saj, nga prindërit e saj, sa që ajo që Selin ka mësuar në jetë është të dashurosh njerëzit me të gjitha format që ti ke. Do me thënë, ajo që unë kam arritur të kuptoj tek familja e Selin, ka ngulfatur në kokën e Selinës që dashurin ta kesh parimore. Do me thënë, respektin ndaj njerëzve, buzëqeshjen, transparencën, komunikimin, që Selini ka të gjitha këto gjëra që e bëjnë të veçantë. Tani, shpesh kam lexuar ca komente, po ka patur edhe banore të tjera. Jo, banore si Selin nuk ka patur. Po t'i shohim në detaje, do me thënë karakterin e Selinës, natyrën e Selin është shumë e veçantë. Do me thënë, është një vajzë që gjithmonë me atë energjinë e saj dhuron vetëm pozitivitet dhe mendoj që në shoqërinë tonë
është një xhevair shumë i çmuar. Dhe tani, në këtë kohën ku sidomos viti 2025-2026 kanë qenë vite të mbushura me gjak nëpër televizione nga gratë. Do me thënë, në Kosovë vrasje të grave, në Shqipëri vrasje të grave, Maqedoni po ashtu. Dhe mendoj që është viti që këtë Big Brother ta fitoj një femër. Pa marrë parasysh që Mateo ka një fanbase shumë të gjerë dhe ka një support, unë jam i bindur që dhe Mateo do t'ishte shumë dakord që këtë Big Brother ta fiton të një femër sepse e meriton. Një femër e meriton ta fiton dhe sidomos një femër që edhe brenda këtij Big Brotherit, çuditërisht, u ndesh me atë ashpërsinë, me atë egërsinë që femrat shqiptare ndeshen jashtë. Tani, sa femra shqiptare, po të uleni të mendoni, vuajnë nga epiteti të qenurit kurth. Unë dua të flas me letra të hapur. Sa femra shqiptare vuajnë nga paragjykimet. Sa femra shqiptare bëhen pjesë të historive të ndryshme. Dhe mendoj Selin, me rrugtimin që ka bërë në Big Brother, thjesht e ka treguar shoqërinë shqiptare se ku është. Do me thënë, etapat e lojës së saj po bën një përmbledhje, nëse e logjikoni mirë, të jetës që po bëhet jashtë. Dhe realisht, femrat shikohen me këtë sy. Dhe ajo që mua më befason dhe më shumë është se ndaj kësaj vajze nuk është treguar as pak mëshirë, do me thënë ndaj kësaj vajze është ushtruar një presion jashtëzakonshëm dhe vetëm guximi dhe vetëm truri i kësaj vajze e ka përballuar të gjithë këtë presion. Dhe duke përmbledhur të gjithën këtë, që kemi të bëjmë me një vajzë vetëm 23 vjeç, që shoqet gjenerata e Selin jo që nuk e kishin përballuar, por edhe nuk e imagjinojnë dot, do me thënë, se ekziston një fenomen i tillë, Selin ka treguar që është e gatshme t'i përballet jetës dhe të lufton përpara me jetën. Dhe mendoj që ky 100.000 euro që do të merret nga fituesi, Selinës thjesht i ndihmon që të nisë drejt atij rrugtimit për të cilin Selin ka hyrë në këtë Big Brother. Përpos që ka hyrë për të ndihmuar familjen e saj dhe për të kthyer babain në shtëpi, një temë që Selin e ka prekur jashtëzakonisht shumë, unë mendoj që Selin ka hyrë edhe për të ndërtuar ëndrrën e saj, një ëndër që dikur ishte thjesht një mendim në zyrtarin e dhomës së gjumit, ndërsa sot është realiteti më i fortë, realiteti më i bukur. Dhe çuditërisht, ajo që unë e pash tek Selin është mirënjohja. Selin është një vajzë shumë mirënjohëse, saqë në gjithë rrugtimin e saj nuk ka lënë pa përmendur Ardit Gjebrea, një personazh shumë i dashur për publikun, i cili vuri dorë dhe besoi tek fenomeni që sot po pushton rjetet dhe tek talenti Selin. Unë mendoj që Selin është e vetmja vajzë që e meriton ta fiton këtë çmimin dhe në tre ato meshkuj do t'ishte shumë e bukur që në këtë Big Brother triumfi t'i jepej një vajzë e cila ka luftuar me të gjitha ato banorë, me të gjitha ato burra, me të gjitha ato egërsi, me të gjitha ato ashpërsi, me të gjitha ato kulturë për një gjë të vetme në fund, për t'i ndihmuar tjatit të saj, i cili ka kaluar një jetë të vështirë, në disa fazat më thënë ka kaluar, dhe çdo njeri kalon faza të vështira dhe për të ndërtuar një ëndër të vet. Dhe kjo është Selin Bollati, një vajzë që me përkushtim dhe me ndershmëri arriti që të jetë këtu, të jetë ballë të gjithë të tjerëve. Tani, a është një tigresh? Jo tigresh, ajo është një luanesh, sepse luaneshat janë shqiptare dhe Selin ka treguar tipik vajzën shqiptare që nuk i trembet syri për asnjë gjë, por lufton për të ecur përpara.